Përshëndetje, mirë se erdhët në A2 sot. Këshilli i Ministrave ka miratuar paketën e shpërblimeve të fundvitit për pensionistët dhe përfituesit e kategorive të veçanta, një vendim që synon të ofrojë mbështetje sociale gjatë periudhës së festave. Sipas vendimit, pensionistët me të ardhura më të ulta do të marrin një shumë më të lartë shpërblimi. Mario Brakajn e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Mario, të përshëndes, atëherë sa lek do të marrin të moshuarit këtë fundvit si pyetje e parë? Atëherë, gjitha ata të moshuar përfitues të pensionit pleqërisë në masën e 20.000 lekëve, pra të gjitha ata cilët marrin nën 200.000 lekë të vjetra do të marrin 15.000 lekë apo 150.000 lekë të vjetra shpërblim nga 1 dhjetori, ndërkohë që për pensionistët përfitues të pensionit të pleqërisë, të cilët marrin mbi shumën e 20.000 lekëve, pra të cilët marrin më shumë se 200.000 lekë të vjetra, do të marrin 10.000 lekë shpërblim. Qeveria ka miratuar vendimin, ndonse si fillim ishte përcaktuar që masa e shpërblimit të ishte në vlerën e 5.000 lekëve të secilës kategori, tashmë kemi një vendim i cili e trefishon masën e shpërblimit për pensionet në vlerën e 20.000 lekëve dhe e dyfishon atë për pensionistët të cilët marrin mbi shumën e 20.000 lekëve. Qartë, ndërkohë kemi një kategori tjetër përfituesish, Mario. Doja të dija pikërisht cilët janë ata dhe sa përfitojnë ata? Atëherë, në total, numri përfituesve nga bonusi i fundvitit e kalon shifrën e 780.000-ve, por pjesa më e madhe e tyre, 640.000 janë pension pleqërie, pra janë të moshuar i cilët marrin pensionin e pleqërisë, ndërkohë që pjesa tjetër e përfituesve janë ata të cilët përfitojnë pension invaliditeti, pension familjar, veteranët e lanç, të cilët përfitojnë shpërblim veçantë, po ashtu ushtarakët, të cilët kanë shërbyer në forcat e armatosura dhe kanë një status të veçantë, gjithashtu do të marrin shpërblimin e fundvitit, ndërkohë që në vendimin e ditës së djeshme janë përfshirë në shpërblimin në vlera nga 15 apo 10.000 lekë edhe minatorët. Ata të cilët kanë statusin e minatorit do të jenë pjesë e shpërblimit i cili do të ndahet nga data 1 dhjetor, ndërkohë që do të marrin pension edhe gratë krye familjarë, të cilat ato bashkëshorte që kanë humbur bashkëshortët e tyre do të marrin në varësi edhe të masës së pensionit që përfitojnë do të marrin nga 10 deri në 15.000 lekë shpërblim. Kur mund ta tërheqin? Ka një datë dhe mbi të gjitha sa kanë afat për ta tërhequr pra pikërisht shpërblimin e fundvitit? Atëherë, shpërblimi i fundvitit do mund të merret nga data 1 dhjetor bashkë me pensionin mujor, pra me atë shumën që të moshuarit apo kategoritë e tjera përfituese të pensionit marrin çdo muaj, do të marrin edhe shpërblimin e fundvitit. Pra pensionin mujor plus vlerën 10 apo 15.000 lekë në bazë të masës së pensionit që kanë. Nuk janë të detyruar gjithsesi ta marrin brenda muajit dhjetor. Ministria e Financave dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore kanë bërë të mundur që tërheqja e këtyre fondeve e pjesa e shpërblimit të bëhet deri në 30 qershor 2026. Pra në këtë rast të moshuarit apo kategoritë e tjera përfituese të pensioneve mund të zgjedhin që ta marrin bashkë me pagesën mujore që ata marrin në mënyrë të zakonshme ose ta lënë atë dhe ta tërheqin në një moment të dytë deri në 30 qershor 2026. Dhe për ta mbyllur, Mario, është i mjaftueshëm ky shpërblim për pensionistët, pra ky shpërblim i fundvitit? Mendoj, nuk di nëse gaboj, që ndoshta është shpërblimi më i madh, më i lartë deri gjatë këtyre viteve pra për pensionistët, apo jo? Po, kemi pasur një formulë të ngjashme dhe fundvitin e shkuar, madje edhe në pranverë, pra në marsin e vitit 2025 të vitit aktual, kemi pasur një formulë të njëjtë që u përdor për ndarjen e bonusit fundvitit dhe bonusit të pranverës ju dhahet moshuarve para zgjedhjeve të 11 majit. Po, mund të jetë konsiderohet një ndër vlerat më të larta shpërblyese për të moshuarit, por fatkeqësisht duhet të themi që ky mund të jetë viti i fundit që të moshuarit kanë të buxhetuar shpërblimin e fundvitit, sepse në projekt buxhet e vitit 2026 nuk kemi bonus fundvitit të buxhetuar, pra është një vendim i cili do të merret, paktën siç ka thënë edhe Ministri i Financave zoti Petrit Malaj, do të merret në varësi të ecurisë ekonomike, por nuk ka asgjë të garantuar. Në vitet e fundit ne kemi pasur gjithmonë të buxhetuar në buxhet pjesën e shpërblimit të fundvitit dhe pastaj qeveria në varësi të ardhurave dhe shpenzimeve e rrista apo e ulte këtë shumë. Kemi pasur edhe vite ku shpërblimi ka qenë vetëm në vlerën e
3.000 lekëve nga 5.000 lekë që ka qenë zakonisht i buxhetuar. Sigurisht që për pensionistët është një ndihmë, pasi një vlerë 10 apo 15.000 lekë do të ishte gati një pension më tepër se sa ata marrin zakonisht, pra një pension i 13, por duke ju referuar të dhënave nga Instituti Statistikave mbi nivelin e të ardhurave dhe shpenzimeve, sigurisht që edhe me këtë bonus fund viti pensionistët do duhet gjithsesi t'ja ushtrinë dorën fëmijëve apo të afërmve të tyre në emigrim nëpërmjet në remitancave, sepse për ndryshe e përditshme atyre do të ishte e vështirë, gati e pamundur me masën e pensionit që ata marrin, sepse duhet thënë që përpos bonusit që tingëllon si një masë e konsiderueshme, pensioni në vetvete i të moshuarve mbetet në vlera relativisht shumë të ulta. Prandaj edhe nga viti i ardhshëm do të veprohet me ndryshimin në formulën e pensioneve, ku nuk do të ketë më një bonus fund viti të përcaktuar në buxhet, por do të ketë rritje mujore të pensioneve, e cila nis që nga 1 janari viti 2026. Mariu Brakaj, falenderoj që na sqarove për bonuset e fundvitit për pensionistët dhe jo vetëm, por edhe për kategoritë e tjera përfituese.